Edi Rama dhe mazhoranca kanë mbushur administratën me emrime nepotike gjatë zgjedhjeve të vitit që lan pas. Komisioneri për mbikëqyrjen e shërbimit civil ka nxjerrë zbuluar qeverinë dhe krerët e bashkive, pasi gjatë vitit zgjedhor ka pasur emrime në administratë në shkelje flagrante me ligjin. Sipas raportit vjetor të dorëzuar në kuvend për vitin 2025, nga 16.343 pozicione pune të monitoruara në total, 1.279 janë plotësuar në kundërshtim me ligjin, duke bërë 7.3% të rasteve. Në të njëjtën kohë, 12.976 pozicione janë plotësuar sipas rregullave, ndërsa 2.088 mbeten vakante. Pesha kryesore e shkeljeve bie mbi administratën vendore. 1.016 nga emërimet e paligjshme i përkasin bashkive, duke e kthyer këtë nivel administrimi në epiqendrën e problematikës. Raporti evidenton përqendrime të larta në disa bashki me volum të madh punësimi, ku spikasin Kavaja me 106 raste, Malësia e Madhe me 65 si edhe Rrogozhina e Saranda me nga 60 raste secila. Në vijim renditen Bulqiza me 47, ndërsa Hasi e Lezhë me nga 45 raste. Në kontrast të plot, institucionet e pavarura nuk rezultojnë me asnjë rast emrimi në kundërshtim me ligjin, duke e krijuar një diferencë të theksuar në mënyrën e zbatimit të procedurave. Të dhënat e raportit tregojnë gjithashtu një lëvizshmëri të lartë në administratë gjatë këtij viti. Administrata vendore kryeson edhe për numrin e përfundimit të marrëdhënieve të punës me 325 raste, e ndjekur nga administrata shtetërore me 278 dhe institucionet e pavarura me 67. Arsyet e largimeve dominohen nga faktori individual dhe demografik. Dorëheqjet përbëjnë pjesën më të madhe me 359 raste, 53.6%, ndërsa daljet në pension 170 raste, 25.3%, duke përbërë së bashku rreth 77% të totalit. Ndërkohë, largimet për arsye disiplinore mbeten minimale, vetëm 16 raste, çka sipas analizës së raportit tregon se lëvizjet në administratë lidhen më shumë me zgjedhje personale dhe rrjedhë natyrore të karrierës sesa me masa ndëshkuese apo reforma strukturore. Në raport evidentohen edhe raste të tjera si mbyllje apo ristrukturimi institucionesh 21 raste, refuzim pozicioni pas ristrukturimit 3 raste, performance dobët 4 raste dhe konflikt interesi 1 rast. Në tërësi, viti 2025 paraqitet si një periudhë ku procesi i punësimeve në administratë, veçanërisht në nivel vendor, është shoqëruar me një numër të konsiderueshëm shkeljesh të procedurave, në të njëjtën kohë që vendi zhvillonte një nga proceset më të rëndësishme politike të tij.